Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës lumtur. Njeriu që beson është më i lumtur. Lumturia ka qenë gjithmonë një nga kërkimet më të mëdha të njerëzit. Që nga lashtësia, filozofët, shkencëtarët dhe teologët janë përpjekur të kuptojnë burimin e saj të vërtetë. Disa e kanë kërkuar në pasuri, disa në pushtet, e të tjerë në kënaqësitë e jetës. Por, në dritën e fesë dhe në dritën e shkencës moderne, është vërtetuar që njeriu që beson, që ka lidhje të fortë me Zotin, gjen një lumturi më të qëndrueshme, më të thellë dhe më të qetë se çdo tjetër. Studime të shumta shkencore në fushën e neuropsikologjisë kanë treguar se besimi dhe praktikat fetare ndikojnë drejt për së drejti në trurin e njeriut, si për shembull, lutja, meditimi dhe përmendja e emrit të Zotit aktivizojnë qendrat e trurit që lidhen me ndjenjën e paqes, dashurisë dhe të sigurisë. Universiteti Harvardit, një nga studimet, ka bërë një studim të gjatë mbi neuroshkencën e besimit dhe tregoi se njerëzit që luten rregullisht kanë nivele më të ulta të hormoneve të stresit dhe më të larta të atyre hormoneve që japin ndjenjën e lumturisë dhe të qetësisë shpirtërore. Po kështu, kërkimet e kryera nga Universiteti Duke në SHA kanë vërtetuar se personat fetar kanë më pak prirje ndaj depresionit, ankthit dhe vetmisë. Në Kur'an Allahu i madhëruar na e përmend qartë këtë lidhje të brendshme mes besimit dhe qetësisë shpirtërore, teksa thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Ata që besuan dhe zemrat e tyre i gjejnë prehje me përmendjen e Allahut. A nuk është me përmendjen e Allahut që zemrat gjejnë prehje? Ajeti 28 i surës Ra'd. Ky ajet i thellë tregon se lumturia nuk buron nga jashtë, por nga brenda shpirtit të njeriu, nga lidhja e tij me krijuesin e gjithësisë. Nëse njeriu i dorëzohet dashurisë synore, ai gjen qetësinë e humbur që as pasuria, as fama dhe as pushteti nuk mund ta japin. Në një hadith të ndritur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thuhet: lumturia e vërtetë është në kënaqësinë e zemrës, dhe kënaqësia e zemrës është në bindjen ndaj Allahut. Ky mesazh profetik pasqyron thelbin e mirëqenies shpirtërore, pra njeriu i bindur ndaj Allahut nuk është më rob i frikës apo i pasioneve të tij në këtë botë, por është i lirë në shpirt, i fortë në besim dhe i qetë në zemër. Shkenca moderne e psikologjisë e mbështet këtë të vërtetë, ku studiuesit kanë vënë re se besimtarët kanë një qëndrueshmëri emocionale më të madhe përballë vështirësive të jetës. Dhe besimi i ndihmon ata të kuptojnë se sprovat e ndryshme nuk janë dëshkim, por janë rrugë drejt rritjes shpirtërore. Kjo i bën më të durueshëm, më optimist dhe më të qëndrueshëm në rrugën e tyre. Një raport i botuar në Journal of Positive Psychology tregon se njerëzit që ndjekin praktika fetare dhe që e ndjejnë veten të lidhur me një fuqi më të lartë, kanë nivele më të larta të mirëqenies subjektive, më pak depresion dhe më shumë kënaqësi në jetën e tyre. Nga ana tjetër, Kurani na paralajmëron për pasojat e largimit nga besimi, teksa thotë: kushdo që largohet nga përmendja ime, thot Allahu xhaleshanhu, do të ketë jetë të vështirë. Ajeti 124 i surës Taha. Ky ajet është një pasqyrë e jetës moderne, ku shumë njerëz të pasur e të suksesshëm në dukje jetojnë me boshllëk të thellë shpirtëror. Ata kanë gjithçka, por u mungon paqja e brendshme, sepse zemra e tyre është shkëputur nga drita e Zotit të gjithësisë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: lumturia e vërtetë nuk qëndron në grumbullimin e pasurisë, por në qetësinë e shpirtit dhe në kënaqësinë me atë që të ka dhënë Allahu i madhëruar.
Fjalët e Imamit përmbledhin urtësinë e një jete të drejtor, ku besimtari është i lumtur, jo sepse ka shumë, por sepse është mirënjohës për aq sa i ka dhënë Allahu. Jo se nuk sprovohet, por sepse i njeh sprovat si dritë që e afrojnë atë tek Allahu i madhëruar. Dhe përveç kësaj, shkenca ka vërtetuar se falja dhe falënderimi, dy virtyte thelbësore të besimit tonë, që ndikojnë pozitivisht në shëndetin mendor e fizik të njeriut. Falja ul presionin e gjakut, përmirëson sistemin imunitar dhe redukton stresin kronik. Dhe falënderimi në të njëjtën kohë është një mënyrë që rrit ndjenjën e kënaqësisë dhe përmirëson cilësinë e gjuhit. Këto janë shenja të qarta se njeriu që jeton me vlera fetare përfiton jo vetëm shpirtërisht, por edhe biologjikisht. Në përfundim të temës për ditën e sotme, ku tema njeriu që beson është më i lumtur i bazuar në argumente shkencore, mund të themi se besimi është burimi më i pastër i lumturisë njerëzore. Ai jep kuptim jetës, qetëson shpirtin, forcon zemrën dhe bën njeriu më të fortë përballë sfidave të jetës. Në një botë ku shumë kush kërkon lumturinë në vendet e gabuara, Kurani dhe hadithet na kujtojnë se ajo gjendet aty ku është drita e Allahut, në zemrën e besimtarit që e njeh, e don dhe e adhuron krijuesin e tij me sinqeritet të paparë. Dhe ky është sekreti i paqes që kurse nuk shohet. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju lëm në mbrojtjen e ndihmës së Allahut xhaleshahu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.